këtë çështje penale jam tu e hetuar si prokurore e çështjes. Në fund të tetorit, faktikisht me 30 tetor 2024, kam filluar një hetim penal kundër një zyrtari të komunës së Prizrenit për shkak të veprës penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, që ka të bëjë me parcelën katastrale edhe me ndërtimin në realitet në parcelën katastrale, për të cilën pyetet pak më herët. Kemi të bëjmë me 2 leje. Leja parë është dhënë në përputhje me normat teknike të hartës zonale të komunës së Prizrenit. Një vjet më vonë, në fund të vitit 2023, ky investitor është pajis edhe me një leje duke ju përllogaritur disa bonuse të tjera dhe duke u lidhur një marrëveshje për realizimin e bonuseve. Me këtë rast edhe është lëshuar leja e dytë, e cila është në kundërshtim me rregullat teknike të hartës zonale të komunës së Prizrenit. Prokurori Agashi thot se lidhur me zgjerimin e hetimeve dhe ndaj personave të tjerë janë në pritje të realizimit të ekspertizës, e cila do të saktësojë tejkalimet e hartës zonale. Deri tani çfarë veprime hetimor janë marrë natyrisht ato të cilat mund të bëhen publike? Në këtë rast a është bërë deri tani ndonjë ekspertizë për të parë se sa është tejkalimi i lejës ndërtimore që do duhej të bëjë? Është karakteristike se 2 prokurorë të departamentit ku unë punoj kemi filluar hetimin parapenal në kohën e njëjtë, në bazë njëri prej nesh kemi filluar në bazë të informatave që i kemi pranuar nga qytetarët, ndërsa tjetri nga informatat që i ka pranuar nga policia. Kështu që për një muaj i kemi mbledh të gjitha informatat që i kemi pas dhe është shndruar në një landë. Faktikisht tash jo me këtë landë e ngarkuar une. Fillimisht informatat janë mbledh nga policia, them edhe provat, edhe pastaj janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore, të cilat i kanë parë të arsyeshme t'i mbledhi dhe të nevojshme t'i mbledhi në këtë çështje penale. Pra, janë siguruar edhe provat materiale edhe provat personale. Në fund ka mbetur të angazhohet eksperti i ndërtimtarisë për dhënien e një mendimi profesional në aspektin e tejkalimit të lejes, tejkalimit të kushteve teknike, kështu që ekspertiza do të na tregon për hapat e ardhshme në këtë hetim penal, a do të përfshihet edhe ndonjë zyrtar tjetër komunal apo ndonjë person tjetër dhe çka matutje me këtë çështje penale.